6 nxënës të shkollës mesme të bashkuar te dhjetori këtu në komunën e Qelzës gjatë mëngjesit të sotëm u përfshin në një konflikt ku bëhet e ditur se konflikti ka ndodhur jashtë rrethimit të shkollës. Ndërkohë kreu i arsimit Nikolin Prenga teksa ka vizituar një prej nxënësve të plagosur i cili u transportua në mjediset e spitalit të Pukës, ka mbërritur menjëherë dhe në mjediset e shkollës mesme të bashkuar te dhjetori këtu në komunën e Qelzës, ku po analizon situatën në bashkëpunim edhe me forcat e komisariatit të policisë rrethit të Pukës. Ngjarja ka ndodhur si shkak i një zënje banale mes fëmijëve të kësaj shkolle. Nuk është për të justifikuar, por ajo ka ndodhur jashtë territorit të shkollës pa filluar pjesa e mësimit. Sot është dita e fundit e mbylljes vitit shkollor 2014-2015. Është për të ardhur shumë keq që e mbyllim me një ngjarje të tillë në këtë shkollë. Shkaku i ngjarjes ishte një ndeshje futbolli jashtë orarit të mësimit, një ditë tjetër. Palët edhe mësuesit të tjerë kanë menduar se një shaq banal i fëmijëve do mbyllet me qetësi, por sot ata janë bërë dy grupe fëmijësh me një tjetrin dhe kanë ndodhur kjo që ndodhi. Uroj shpresoj që kaloj gjendja shëndetësore e fëmijës të përmirësohet dhe gjithçka nga organet e drejtësisë të sqarohet deri në fund, edhe ne si zyra simor do marrim mosat tona dhe pjesën e përgjegjësisë do ta mbajmë absolutisht dhe njerëzit që nëse dikush ka përgjegjësi për këtë drejt për drejt do të ndeshkohet sipas ligjit në fuqi. Ndërkohë, policia e Pukës bëhet e ditur se ka shoqëruar 5 nxënësit e tjerë të përfshirë në këtë konflikt, ndërsa po analizohet dhe po hetohet lidhur me bërthamën e këtij konflikti. Edhe më parë në shkollën mesme të bashkuar te dhjetori në komunën e Qelzës nuk kanë munguar konflikte të cilët kanë përfunduar në incidente në mesin e nxënësve.